Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dhe mos ja merrni pasurinë njëri tjetrit pa drejtësisht. Ibn Abbasi kur shpjegon, pra Ibn Abbasi është shok i profetit alayhis salam, kur shpjegon këtë ajet Kur'anit, thot është ai njeriu i cili merr pasurinë e dikujt, pra pa drejtësisht, dhe e di që po bën pa drejtësi, por është i bindur se personi tjetër nuk ka argumente, pra s'ka letra që me ja marr. Edhe vazhdon thot e ha këtë pasuri pa drejtësisht. Zoti na rujt. Allahu i lartësuar ka ndaluar këtë vepër në Kur'an. E ka ndaluar këtë gjë në Kur'an. Prandaj vllai i nderuar, motër e nderuar, nëse akoma vazhdon të hash pasurinë e dikujt pa drejtësisht, friksoju të madhit Zot, se një ditë do të dalim para Allahut të lartësuar. Ktheje pasurinë e tjetrit tek ai. Ktheja hakun tjetrit. Se atë ditë nuk ka më shkëmbim me para. Atë ditë ka o xhenet o xhehenem. Atë ditë shkëmbimi është me i dhonë të mira nëse ke bo ati tjetrit. E nëse s'ke bo të mira, me i marë të këshijat e ati personit që i ke bo pa drejtësi. Zoti e përmirësov gjendjen tonë. Amin.